Shejti I ditës 15 mars. Shën Longini, ushtari që pa dhe besoi. Shën Longini, centurioni romak që shpoi me shtizën anën e Krishtit të kryqëzuar, është një figurë e fuqishme e konvertimit, besimit dhe të dëshmisë së fuqisë së hirit hyjnor. Nga një ushtar pagan, ai u shndrua në një dëshmitar të palëkundur të Ungjillit, duke paguar me jetën e tij për besimin e ri që përqafoi. Longini, ose Casio, si quhej ndryshe, ishte një ushtar I perandorisë romake, me origjinë nga Isauria, një provincë në Azinë e vogël. Ai ishte pjesë e trupave romake që ruanin vendin e ekzekutimit të Krishtit në Kalvar. Ishte ai që sipas Ungjillit të Gjonit, ia shpoi anën Krishtit me një shtizë, dhe nga kjo plag rodhen gjak dhe ujë, një simbol I sakramenteve të kishës. Sipas traditës, disa pika të gjakut të Krishtit ranë mbi sytë e Longinit, të cilat ia shëruan sytë e tij të dobët dhe I dha një dritë të re shpirtërore. Në atë qast, ai kuptoi madhështinë e atij që sapo e kishte vrarë dhe shpalli me zë të lartë. Me të vërtetë ky pas ka qenë biri I hyjit, ku lexojmë edhe tek Mateu Ungjilltar, kapitulli 27, rreshti 54. Ky qast I hirit e shndroi atë në një ekzekutues I urdhrave, në një besimtar të përulur, që do ta kalonte pjesën tjetër të jetës së tij, duke shpallur emrin e Krishtit. Pas konvertimit të tij, Longini e braktisi jetën ushtarake dhe u pagëzua. Ai filloi të predikonte Krishtin, duke u bërë një dëshmitar I fuqishëm I vdekjes dhe ringjalljes së tij. Thuhet se ai udhtoi në Kapadoki, ku vijoi të predikonte Ungjillin me zel të madh. Ai e mbante gjithnjë me vete një enë të vogël me gjakun e Krishtit, si kujtim I hirit të madh që kishte marrë në Kalvar. Në një kohë kur të krishterët përndiqeshin, Longini nuk e fshehu besimin e tij. Autoritetet romake e kapën dhe e dënuan me vdekje si një rebel kundër perandorisë. Ai u ekzekutua me prerje koke në vitin 37 pas Krishtit. Trupi I tij u varros pranë Kapadokisë, ndërsa reliktet e tij u transferuan në Mantova të Italisë në shekullin e 6. Mesazhi I jetës së Shën Longinit. Jeta e Shën Longinit na mëson se askush nuk është shumë larg mëshirës së hyjit. Ai që e shpoi Krishtin me shtizë, përmes fuqisë së hirit, u shndrua në një prej dëshmitarëve më të fortë të besimit. Ai na kujton se shenjtëria nuk vjen nga e kaluara jon, por nga hapja jon ndaj hirit të Zotit. Mëshira e hyjit është e pafundme dhe mund ta shndrojë edhe zemrën më të errët. Të pranojmë të vërtetën e Krishtit na kërkon guxim, por është burimi I gëzimit dhe shpëtimit. Lutje drejtuar Shën Longinit. Në këtë ditë feste mund të lutemi kështu: O Shën Longin, që pe të vërtetën me sytë e tu dhe e shpalle Krishtin si birin e hyjit. Ndihmoje besimin ton që të jetë I fortë dhe I palëkundur. Na ndihmo të njohim mëshirën e Zotit dhe të jemi dëshmitar të dashurisë së tij në botë. Amen. Shembulli I tij na fton të shohim përtej mëkateve dhe dështimeve tona, duke besuar në fuqinë e shëlbimit të Krishtit. Shën Longin, luto për ne.